Morën peng 68 vjeçarin dhe i kërkuan bashkëshortes së tij 2 milion lek në pranga 5 persona. Policia e Tiranës ka arrestuar 5 persona pasi morën peng një 68 vjeçar dhe e kërcënuan bashkëshorten e tij që t'u jap atyre 2 milion lek në këmbim të kthimit të burrit në shtëpi me shëndet të plot. Në pranga kanë rënë dy vëllezrit Sina, 21 vjeç dhe 31 vjeç, si dhe shtetasit I Mashollari, 21 vjeç, B Ibraliu, 57 vjeç dhe në Begolli 32 vjeç. Ishin vëllezrit Sina dhe Masholli, ata të cilët morën me forcë në makinë 68 vjeçarin nga rruga George Bush për të çuar më pas në një banesë të braktisur në fshatin Kakunj. Më pas, kanë telefonuar bashkëshorten e tij për ta kërcënuar me jetë për burrin e saj, në rast se nuk do të sillte 2 milion lek. Parat ju dorëzuan Ibraliut në zonën e Saukut, pas arrestimit të autorëve në automjetin e Begollit, me cilin ata po lëviznin, u gjetën dhe sekuestruan 1.746.000 lek të dyshuara se kanë mbetur nga paratë dhëna nga bashkëshortja e 68 vjeçarit, njoftimi policisë Tiranë. Finalizohet operacioni policor I koduar imediat me forcë. Morën dhe mbajtën peng në një zonë periferike një 68 vjeçar si dhe kërcënuan bashkëshorten e tij për t'i marrë 2 milion lek. Kapen pas disa orës 5 shtetas që bashkëpunuan për kryerjen e këtij veprimi. Sekuestrojnë 1.746.000 lek nga shuma që bashkëshortja ju dha këtyre shtetasve. Menjëherë pas informacioneve të siguruara nga inteligjenca policore se në datë 29/4/2025 disa shtetas kishin marrë me forcë një shtetas të cilin e kishin mbajtur peng dhe në këmbim të lirisë së tij I kishin marrë një shumë të madhe parash. Specialistët e sektorit për hetimin e krimeve të rënda kanë organizuar punën për identifikimin dhe arrestimin e autorëve. Si rezultat I veprimeve të shpejta dhe profesionale të kryera në kuadër të operacionit imediat, u arrestuan 5 shtetas të dyshuar të implikuar në këtë rast, konkretisht stetasi SS 31 vjeç, KS 21 vjeç vëllezër, IM 21 vjeç, BI 57 vjeç dhe NB 32 vjeç, të gjithë banues në Tiranë. Nga hetimet, pamjet filmike dhe provat e siguruara ka rezultuar se shtetasi SK, KS dhe IM në rrugën George W. Bush kanë marrë me forcë në një automjet dhe kanë mbajtur peng në një banesë të braktisur të fshatit Kakunj, shtetasin EA 68 vjeç dhe më pas kanë telefonuar bashkëshorten e tij, të cilën e kanë shantazhuar për jetën e 68 vjeçarit duke I kërkuar shumën prej 2 milion lekësh. Kjo shumë I u dorëzua shtetasit BI në zonën e Saukut. Në vijim të veprimeve për zbardhjen e plotë ngjarjes janë kryer kontrolle në banesat e këtyre shtetasve si dhe në automjetet me të cilën lëviznin shtetasi SS dhe shtetësja në B, ku u gjetën dhe sekuestruan 1.746.000 lek të dyshuara të marrë nëpërmjet kanosjes nga bashkëshortja e shtetasit EA. Nga materialet procedurale u referuan prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.